Irja Sejlola vjen me kënaqësi në Shqipëri nga Finlanda e largët që prej vitit 2010. Ajo është këshilltare pedagogjike e ANAD në kuadër të projekteve në ndihmë të personave që nuk dëgjojnë në Shqipëri. Jam angazhuar në projektin e ANAD në periudha të ndryshme kohore. Aktualisht jam këshilltare pedagogjike për trajnimet e instruktorëve të gjuhës së shenjave shqipe. Unë shoh një ndryshim shumë të madh. Ka shumë zhvillim dhe hapa të mëdhenj përpara në këto 12 vite. ANAD ka kapacitete të dokumentimit të gjuhës dhe përgatitjes së materialeve dygjuhësore. ANAD tashmë ka më shumë staf, fakt I cili është shumë pozitiv për mbarvajtjen e punës. Tashmë janë personat që nuk dëgjojnë që në një farë mënyre kanë marrë në dorë fatet e tyre dhe po trajnohen për të mësuar më pas edhe të tjerët. Klaudia dhe Klismani janë dy prej tyre. Unë jam Klisman Ibrahimi, trajneri programit të instruktorëve të gjuhës së shenjave shqipe. Kursi për instruktor të gjuhës së shenjave shqipe zhvillohet për herë të parë në Shqipëri. Ky program zbatohet nga ANAD me mbështetjen financiare të UNDP Shqipëri dhe organizatës së njerëzve që nuk dëgjojnë në Finland. Ky program për herë të parë ofron edukim të vazhduar dhe profesional për njerëzit që nuk dëgjojnë, duke orientuar drejt punësimit. Në fillim të punës sime, unë jam fokusuar me procesin e kërkimit dhe dokumentimit të gjuhës së shenjave shqipe. Me një eksperiencë të gjatë në këtë proces, unë aktualisht jam trajneri I programit të instruktorëve të gjuhës së shenjave. ANAD prej 20 vjetësh realizon kërkimin dhe dokumentimin e gjuhës së shenjave shqipe me qëllim pasurimin e saj dhe përdorimin e materialeve gjuhësore të zhvilluara në funksion të trajnimeve të ndryshme, publikimin e fjalorëve në gjuhën e shenjave dhe trajnimin e komunitetit rreth gjuhës së tyre. Gjithmonë kam qenë në pjesën e implementimit të projekteve të grave apo të proceseve të ndryshme me ANAD, por kjo është hera e parë që jam në rolin e trajneres. Tani e kuptoj më mirë pse trajnerët e mi që më kanë mbështetur duke I parë më parë, stresoheshin deri diku gjatë punës së tyre për të gjetur metodologjinë që ne të kuptonim sa më mirë. Dhe sot, këtë gjë po e bëj unë. Të kënaqur me rezultatet e trajnimit janë si prindrit ashtu edhe mësuesit e fëmijëve që nuk dëgjojnë, sepse tashmë komunikimi me ta është edhe më I lehtë. Unë jam Renata, mësuese në institut prej 10 vitesh. Gjatë kësaj periudhe, më përpara nuk na janë ofruar trajnime në gjuhën e shenjave. Fal programit të instruktorëve, në institut na ofruan trajnime në gjuhën e shenjave në nivele të ndryshme. Dhe kjo bëri që të rrisim komunikimin me nxënësit dhe të kemi një përmirësim në mësimdhënie, pasi ne fillojmë që të ndajmë të njëjtën gjuhë. Tani po mësoj më shumë gjëra nga vajza se më përpara nuk mund t'i shprehte dot me fjalë. Kurse tani me shenjë ajo di edhe historinë, për shembull. Më përpara për shembull nuk arrinte të më thoshte qytetet, malet, lumenjt. Tani me shenja fillon edhe me mëson të gjitha. I ka ditë. Është dhe ajo e lumtur kur shpreh diçka, edhe unë e kuptoj, ajo është më e lumtur. Edhe Irja është e kënaqur me ecurinë e trajnerëve të rinj, një pjesë prej të cilëve I njeh prej vitesh. Unë jam shumë e kënaqur me Klismanin dhe Klaudian, pasi ata janë dy persona që nuk dëgjojnë dhe gjuhën e shenjave e kanë të tyren. Pra kanë kapacitete për mësimin e gjuhës së shenjave. Dokumentimi dhe kërkimi I gjuhës së shenjave është një proces I vazhdueshëm I cili pasuron gjuhën e shenjave, por dhe siguron materiale trajnimi në funksion të instruktorëve. Gramatika e gjuhës së shenjave duhet të fillojë që në klasë të parë edhe edukimi dygjuhësor gjithashtu në mënyrë që të mos humbasim brezat e tjerë që do të vinë. Edukimi I nxënësve që nuk dëgjojnë në gjuhën e shenjave fillon që në fëmijërinë e hershme. Nxënësit mësojnë të komunikojnë në gjuhën e shenjave dhe më pas mësojnë gjuhën e shkruar. Pra ky është edukimi dygjuhësor. Nëpërmjet dygjuhësisë, nxënësit integrohen më lehtë edhe në arsimin e zakonshëm, pasi kanë kapacitete të mira gjuhësore. Të gjithë ndajnë të njëjtin mendim, se është bërë shumë punë, por më e rëndësishmja është vazhdimësia, të hidhet hapi I radhës. Mendoj që kemi arritur rezultatet e pritshme të gjithë target dhe indikatorët që ne kishim vendosur. Ne sot kemi një standard profesioni, kemi një profesion të ri, që është ai instruktori të gjuhës së shenjave shqipe. Është bërë një program trajnimi, mendoj shumë I mirë. Po trajnohen dhe janë drejt përfundimit në fakt trajnerët e parë, që do shtojnë atë gamën ose do shtojnë numrin e trajnerëve, të cilët do të mund të ndihmojnë personat me aftësi të kufizuar në dëgjim për të mësuar më tej, për të përfshirë më shumë dhe më gjerë
në arsim. Buri i parë i themelit, pra krijimi i instruktorëve të gjuhës së shenjave është shumë i rëndësishëm për të përvijshmërinë e procesit. Një hap i dytë shumë i rëndësishëm është dhe krijimi i standardeve profesionale të interpreter, të përkthyesit në një farë mënyrë të gjuhës së shenjave. I cili ky profesion, le të themi, do ndihmohet shumë nga këta trajnerë, të cilët tashmë janë trajnuar ose po mbyllin trajnimin e tyre si instruktorë të gjuhës së shenjave. Kjo do bëjë të mundur që nëpër institucionet arsimore të ketë persona të cilët dëgjojnë, por dhe përkthejnë gjuhën e shenjave. Dhe ne jemi të hapur dhe mbetemi të hapur që këtë gjë ta çojmë përpara së bashku me Anadin dhe sigurisht dhe me stakeholders apo me aktorët e tjerë të sistemit. Instruktorët e gjuhës së shenjave, pas përfundimit të trajnimit, kanë kapacitetet dhe njohuritë e duhura për të trajnuar interpretët e gjuhës së shenjave, prindrit e fëmijëve që nuk dëgjojnë, mësuesit me të cilën punojnë me nxënës që nuk dëgjojnë dhe profesionistë të fushës dhe të interesuar. Trajnimet e instruktorëve janë një eksperiencë e re, e cila duhet të vazhdojë në të ardhmen nëpërmjet punësimit të instruktorëve pranë qendrave të zhvillimit profesional për të trajnuar instruktorë të tjerë, si dhe duke zhvilluar trajnime të avancuara për të zhvilluar kapacitetet e tyre profesionale në fushën e trajnimit të gjuhës së shenjave shqipe për njerëzit që dëgjojnë. Programi i trajnimit të instruktorëve u zhvillua gjatë një periudhe 8 mujore. Kurrikula e programit përbëhej nga 6 module trajnimi të fokusuara në kulturën e njerëzve që nuk dëgjojnë, gjuhën e shenjave shqipe, metodologjinë e mësimdhënies për gjuhën e shenjave dhe vlerësimin e kursantëve. Trajnimet duhet të vazhdojnë, pasi qëllimi është trajnimi i brezave të tjerë në të ardhmen. Ne synojmë që nëpërmjet instruktorëve të trajnojmë një target grup të rëndësishëm, siç janë mësuesit, prindërit, interpretët e gjuhës së shenjave. Trajnimet e instruktorëve u mundësuan nga anat dhe partnerë të tjerë. Në të ardhmen, ky program trajnimi duhet të mundësohet me mbështetjen financiare të shtetit dhe qendrave të zhvillimit profesional për rritjen e kapaciteteve të komuniteteve të njerëzve që nuk dëgjojnë, si një nga prioritetet e ANAD. Falpunës dhe përpjekjeve të ANAD, jeta e këtyre personave është përmirësuar ndjeshëm, por të gjithë janë të vetëdijshëm se përpjekjet duhet të vazhdojnë.